martesën e saj pas një kontakt intim me bashkëshortin. E kishte njohur kur ishte 17 vjeç, ato që njihe si Don Juan i vendit, por befas marrëdhënia e tyre intime u ndërpresi me thik. Ajo rrëfeu në program se në 10 vite martesë kishin pasur kontakt intim aq herë sa gishtat e dorës. Trupi i tij u tërhoq pa dhënë arsye, menjëherë pas shtatzanisë së parë. Në fillim e mori si lodhje, stres, periudhë kalimtare. Më pas si mungesë kohe, pastaj si faj të sajin. Përpiqej të fliste, por ai injoronte. Rezarta kalonte ditë të tëra duke qarë, por ai sillej sikur kjo mungesë të ishte diçka normale në një çift. Nga ana tjetër, Rezarta punsoi detektiv për të kuptuar nëse kishte një tradhti, por nuk zbuloi asgjë. Pas një lufte të gjatë, kërcënimeve për ndarje dhe lotëve, ajo vendosi të flasë me nënën e bashkëshortit, e cila u gjend menjëherë në krahun e nusës. Vjera i tha Rezartës: "Si nën, të them, duro dhe pak sa të bëjmë dhe ne përpjekjet tona, por si grua të them, bëj çantën dhe ik." Paditur nga t'ja mbante, Rezarta e ndau historinë e saj në The Dalina Show. Rezarta, Përshëndetje Dalina. qa vën si je ti? Mirë, faleminderit juve. Mirë, ja, duke ju rikthyer disa historive dhe Po, jemi tek historia jote që atëherë u përfol shumë edhe është diskutuar goxha sepse shumë njerëz ngelëm të shokuar. po. E para njerëz kur e dëgjoj veten atëherë, ç'a mendoja? Jam kurioze. Të vërtetën, as nuk e kam dëgjuar fare As historinë, e dëgjuar domethënë e kam hapur aty, kam lexuar komentet. Mhm. Domethënë një pjesë e madhe e njerëzve mendojnë që këto janë trillimet e tua, fatkeqësisht. Pa. Dhe e di sa kisha kështu dëshirë që të komentoja, thoja nuk është trillim. Jo, vërtet. Sepse njerëzit mendojnë që nuk e besojnë këtë idenë që mund të ketë dhe meshkujt e tjerë, ose versioni i dytë ishte që unë jam një lop dhe prandaj ai nuk në fakt nuk qëndron asnjëherë, as unë nuk jam një lop, as kjo nuk është trillim. Pa. Sot jemi në një situatë më të përmirësuar, fatmirësisht, nga ana e tij. Por kjo ka shkaktuar goxha disa trauma, le të themi, tek unë, kështu që unë kam vendosur që të vazhdoj ca terapi psikologjike. Trauma tani apo trauma nga ajo ç'a ndodhi? Nga ajo çfarë ka ndodhur, traumat ndër vite. Aha, okay. Domethënë gjithë kjo është akumuluar dhe të gjithë përpjekjet e tij, kishte ardhur një kohë tashmë që unë nuk po i besoja dot, nuk po i pranoja dot. E dija që do shgënjem prap, ishte gjithmonë kjo ideja për të mbajtur një lloj qëndrimi që të mos e lëndoj më veten, të mos e lejoj më veten që të lëndohem, kupton? Dhe kjo na solli një herë ca mosmarrveshje të reja, sepse ai vjen me këtë idenë tani unë provoj dhe ti më rrej kështu, jo po këtu, dhe e pash që okay, unë duhet të konsultohem me diçka sepse ishte shumë e vështirë për mua që ta lej të kaluarën të rri aty ku është dhe unë të vazhdoj sikur nuk ka ndodhur asgjë. Sepse nuk ishin pak, ishin shumë vite, që ishim dhe një tjetën situatë dhe nuk do ndryshonte gjendja pse u bë një vit më mirë. Qa ndodhi që u përmirësuaj sipas teje? Qa ndodhi? Që në kohë kur unë ju telefonova ju, u thash që nga prilli kisha vërë ultimatumin e fundit, dhe ishte hera fundit dhe ai tashmë mendoj që u bind se kjo do ishte hera fundit. Ai e ka pasur gjithmonë të qartë në kokën e tij që unë mund t'ja dalë edhe pa të, sepse unë kam punuar dhe vazhdoj të punoj, dhe e kam edhe ekonominë time, nuk është se unë jam e varur nga ai. Ai e din këtë gjë, që unë nuk është se isha në atë pikun që është ky dhe unë marr frymë nga ky. Unë mund t'i kisha bërë gjitha gjërat vetë, unë thjesht nuk kam pasur guxim, nuk kam dashur, nuk e di çfarë më ka ndaluar për aq shumë vite. Por tashmë kisha ardhur ajo pika e fundit që unë s'po e duroja dot më, dhe në momentin që e bëra tellallin, fola me familjen, me të gjitha, dhe nga ai moment filloi situata të ndryshoj. Tani unë nuk di të them nëse ai ka vazhduar ndonjë terapi, sepse nuk e ka fol këtë temë me mua. Nuk më ka thënë asnjëherë, nuk është ulë që ta diskutoj se çfarë ka qenë problemi. Nuk ka dashur ta hap këtë temë fare, di që më ka kërkuar falje, më ka thënë jam shumë ndërgjegjshëm për çfarë kam bërë, më vjen shumë keq, e di, nuk është në rregull, nuk është mirë, ka ndodhur, më fal, dhe të vazhdojmë shohim parë. Por nuk është se ka pranuar ndonjëherë që të madje kur i thash unë që dua të bëj terapi me një psikologe sepse nuk po më
Fillimisht më pa, pastaj më tha mendon që je ti ajo që ka nevojë për terapi? I thash ndoshta, sepse unë këtë ndryshimin tat nuk po e pranoj dot ashtu siç duhet ta pranoja. Kam menduar që kur të vinte dita që ky ndryshimi do ndodhte, unë do isha më e lumtur a botës. Unë fakti kisha marrë me shumë frikë, me shumë mosbesim. Nuk e di, dhe tani ka 2 javë që kam filluar me ca terapi dhe të shohim se si do shkoj. Por le të themi që marrëdhënia intime është përmirësuar, është ai që e bën hapin, është ai që e kërkon. Edhe është i përkushtuar në seks, ë? Ai ka qenë gjithmonë i përkushtuar në seks, por ideja është ishte shumë e rrallë ajo gjë. Po, më kujtohet që ishte, aty ishte problemi tek performanca. Tani është ai që e kërkon, është ai që po i bën këto hapat. Nuk e di nëse bën nga qefi ose nga zori, dallohet sikur nga qefi, po nuk di më thellë se çfarë mendon. Nuk di se si e ka bërë ai me veten, sepse nuk ka pranuar, mendoj që është akoma herë që ai të shprehet. Nga 2 herë në vit, po e kërkon ai vet, është ndryshim i madh. Po, patjetër. Kam një pyetje për Jonën, për këtë pjesën të Rezartës që tha po bëj terapi, tha, sepse nga ky ndryshim që ndodhi. Ç'a po i ndodh Rezartës? Gjithse e priste të ishte ky, tash ai po bëhet ai dhe tash është terapi. Që ta kuptojnë gjithë njerëzit se pse ndodh kjo. Po mbase mund të jetë edhe një periudhë ku i rikthehet e gjithë ajo çfarë ka ndodhur në atë kohë, që u shfaq si problematik. Dhe tashmë po fillon të kuptoj ku qëndron me atë që ka ndodhur. Pra një pjesë e eksplorimit të historisë së shkuar, përderisa gjërat që po ndodh tani është më e përmirësuar se atëherë, po mbase ka një dyshim tek vetja për çfarë ka ndodhur me të nga marrëdhënia në mungesë. Kur e thot këtë që sikur nuk po e shijon këtë ndryshimin e madh. Se është si lloj ankthi. Kuptoj që ka dhe dyshime, nëse po e bën sepse i është vendosur si një lloj kërkese partnerit, apo po e bën se ai ka punuar realisht me veten dhe nuk po diskutohet nëse ai po punon me veten. Mbahet si një lloj sekreti, është okay, është në rregull, shumë herë çiftet nuk është se duhet ta deklarojnë që po bën një punë me veten, mund të jetë edhe konfidenciale kjo gjë, por në këtë rast Rezarta mund të ketë nevojë ndoshta për përgjigje nga partneri, nëse vërtet e ndjen këtë ndryshim. A të bëj një pyetje kështu shqeta fare? Kjo është. Po. A ja vlen të duash ta dish se çfarë po bën ai, pse është ky ndryshim? As mund të shijosh thjesht ndryshimin? Jo, nuk është ato ideja. Nuk është se unë dua ta di. Po kisha pëlqyer shumë që ta di se jo pse ka bërë ndryshime, do më pëlqente më shumë ta di pse ishte ajo gjendje ashtu. Një gjendje që zgjat 10 vite ashtu është shumë. Çfarë ka menduar, çfarë ka ndjerë në ato momente, ku ishte problemi, çfarë çaloi, çfarë nuk shkoi. Domethënë, këto do kisha dashur të marr këto përgjigje. Nuk i kam, nuk besoj që do i marr ndonjëherë. Ideja është tani, në këto momente kur i shoh këto ndryshimet e këtij dhe këtë gjën kështu dhe u jam e ulur në drek teksa i mendoj të gjithë lotët që kam derdhur unë për këtë situatë, atëherë sikur mbushem me mllef. Akoma nuk kam shkuar në atë pikën ku jam zbutur, kur e kam lënë pasat kaluarën, kur po i shijoj këto momentet, është akoma një lloj zhgënjimi ose një lloj pyetje pse kam duruar unë kaq shumë, pse ma bëri gjithë këtë. Ke parasysh akoma nuk e kam pastruar atë ndjenjë. Shkarkimi atëherë. Që të them, okay, çfarë iku, se kam bërë akoma dot këtë, që të them çfarë iku, tani shohim nga para. Jam diku duke parë para, por gjithmonë e kthej një herë kokën, sepse nuk kanë qenë pak, Dalina, dhe kam kaluar realisht ditë shumë të këqija. Jo, 10 vjet janë, patjetër se mos me sigurinë tënde, me gjithçka, me vetbesimin tënd, shumë. Do t'i japi kuptim, pra, e asaj që ka ndodhur, mos ngelet pa qartë kur vendoset në të sotshmen me partnerin të di se si do shkoj, për të ketë një farë sigurie dhe ajo e shkuar është shumë e paqartë e pasigurt. Për këtë arsye vjen në këtë formë tek ty si kërkesë për të ditur çfarë ka ndodhur me partnerin në të kaluarën. Pra është e kuptueshme. Kështu që për momentin ti ka marr një lëvizje, po bën terapi që është gjë shumë e mirë nga ana jote, tani zbulimin e atij se si. Tani jemi në pritje, do shohim. A ke ndonjë çik ankth, ke frikë se mos kthehet prap? Patjetër që po. Unë akoma nuk e besoj me veten që 10 vite do i fshin një vit përmirësim. Duhen 10 vite përmirësim që të futemi në balanca. E mendoj që është akoma shumë shpejt për të thënë që ai ka ndryshuar. E drejtë, shumë e zgjuar që mendon kështu. Është në proces. Është proces. Rezarta. Pikërisht. Edhe po e pranon faktin që
je në këtë proces dhe nuk po kërkon nxitim në kalimin e gjërave shumë shpejt, po merr kohën tënde si me rikuperimin emocional të asaj periudhe, edhe me dhënien e mundësisë partnerit. Do të thënë është akoma një proces që po zhvillohet tek ty. Më pëlqeu shumë ajo që Eva tha në fillim, nuk duhet patjetër një fund i lumtur për gjërat dhe absolutisht kur I vendosim përcaktojmë vetes që do arrijmë një far pike ideale që ne parashikojmë tani, mund të bëhemi vetëm të varur nga ajo dhe nuk shikojmë se çfarë po ndodh realisht në këtë vijë paralele të procesit ku ti po kupton veten, po kupton partnerin nga e kaluara, po mundohesh të kuptosh të tashmen dhe të ardhmen që të zgjon pak pasiguri dhe thua që është në rregull. Pra kjo është në fakt një fitore jotja përgjatë kësaj rruge. Unë të uroj, se siç tha edhe Jona, që ky është një rrugtim I gjatë, unë të uroj që të si thua të gjesh paqe me këtë histori. Faleminderit shumë Dalina. Të gjesh paqe, se kjo është kaq vërtet, të gjesh paqe një ditë me këtë histori dhe uroj që të jetë një ndryshim për më mirë, do të thënë të mos ketë kthim mbrapa. Faleminderit shumë, uroj dhe unë. Falenderoj. Faleminderit. Gjithë mirat. Nërtjolla Duraj na la të gjithë